Pedri Hamza pas ka dhënë ndërheqje sot. Lajmi i ri taze veç sa pas ka dalë prej këtyne mrena PDK-s, për shkepet një lajm që Pedri Hamza pas ka dhënë ndërheqje e në vendin e tina pritet me zon Hisen Berisha. Thash, gëzim i madh, PDK-a me kryetar të ri, a di çfarë gëzimi, edhe unë për vete u gëzova, thash, Hisen Berisha, tash, ky burr, ky general, a din, me këta hec PDK-a për para, 3 hapa për para, 12 për mas. Ja, e ka nërmen me hec për para, nuk ka tjetër. Veç për para, PDK-a veç për para. Tash në zgjedhje tash me mas 8 vjetë, hec e dije sa kanë me shku këta, sa vota kanë me marrë. 120.000, 70.000, 80.000. Veç për para, ç'të do të me hec PDK-a. Nuk ka me shku për mas. 70.000, 80.000 vota me fitu gjithqysh mas 8 vjetë në zgjedhje. Jo me ba hajgare me popullin. Me lanë Albin Kurtin me ba hajgare me PDK-n. Nuk ban ashtu. Ja.